Ndodh atë ditë? Tu pas parasysh që jena në muajin shkort edhe gjatë të premtes të nditën edhe para dite ka ro shi, kuptohet që terreni nuk ka mujt me kanë edhe aq i mirë. Mirë po, Dinamo do të me bo mend që nuk do të me lujt gjithmonë në sintetik, do të me bo mend që nga njëherë do të me lujt edhe në këse fushave bori naturale dhe që gjithmonë nuk mujt me kanë gjendje të mirë. E soj përket asoj që po thot ka pas presion. Jo, menoj se presioni u zhvillu nga ona Dinamos, që nga fillimi ndeshjes deri te përfundimi ndeshjes çdo herë lojtarët e Dinamos janë qasë një qasje këtë ndryshën ndaj lojtarëve tonë, me fyrje, se jo meritani me rapi ligës, se na du të me fitu pa tjetër. Unë menoj se ndeshja ka qenë shumë e mirë, pjesa pari na ka të fitu 1-0, deri te momenti kur Dinamo mbeti pa një lojtar, u ka gjithçka Këna disa nga pamje që si ka qenë terreni. Gjithçka u ka të shumë mirë. Ndërsa, nëse mund është me këthy atë rastin ma herët që ishte. Se ka ankesa? Po, pikrish këtë ku është kë me numër 8 drejt Hashani, e të shikojmë aksionin, dhe nga këj moment gjithçka u shku ndryshe. Këtë lojtari i Dinamos e bon ndërhyrje dhe referi nuk e ndërshkall me karton dverë të dytin. Dhe këtë fillon me eskalu pak situata. Edhe mendoj që prej këtu ka nisë gjithçka dhe të ka përfundimi kur po ma të përleshjen e madhe. Po, nuk mëj me thonë që ka kjo s'ka mujt me ndiku me o përleshja madhe, se kjo punë e referit është. Referit se ka dhëtë koq, janë organat që mirën me punën e referit. Pse është do është tani mu fut, mu përlesh, me fut shikus aty, me një klejtor në për stadion. Nuk menaj që ka shikus këtë, këto janë dy ekipet janë bashkë, janë dy kryesit bashkë,